Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për kombëtaren shqiptare të futbollit, e cila përfundoi 2 ndeshjet me Serbinë dhe Letoninë, 2 barazime që për fat të keq nuk ishin maksimumi që prisin për këto 2 ndeshje, por çfarë shkoi keq, sidomos në ndeshjen e dytë do të flasim me trajnerin Dair Batatina, pra do të shkojmë në Kosovë për të marrë një opinion më të specializuar për atë që ndodhi me kombëtaren. Zoti Batatina, përshëndetje dhe faleminderit. Spari, faleminderit, përshëndetje për ju, për gjithë dëgjues dhe shikues të kudo që janë të kombit shqiptar, por sidomos të Tiranë dhe Shqipërisë. Faleminderit ju. Çfarë shkoi keq me kombëtaren? Ku për mendimin tuaj gaboi Silvinjo, apo ndoshta është herë që themi nuk frymëzon më? Po nëse shohim në pjesën profesionale, mendoj do të thotë që ndeshja e parë ka qenë ndeshja e cila i ka paraprit ndeshjes dytë. Mendoj do të thotë që ndeshja e parë e cila është luajtur në Tiranë, në stadionin Albania, mendoj që ato nuk është marrë maksimumi, dhe ato nuk është përgatitur ndeshja për të fituar loja, sepse në të luash në vendas, të luash në shtëpinë tënde dhe mos kesh një grind për të bërë ndoshta më shumë se maksimumi, për arsye se nuk ishte loja siç duhet luaj Shqipëria me potencialin që ka në mesin lojtarëve, dhe bot maksimumi që starton 3 pikë dhe të kemë alet në ndeshjen e radhës. Mendoj do të thotë që gabimi i parë i kombëtarës tonë shqiptare, gabimi i parë i trajnerit është ka qenë ndeshjen kundërshtarit që s'po duam ja përmend emrin, do të thotë që është luajë ndeshja e parë. Ato nuk është bë maksimumi, ato nuk është vendosë skuadra e duhur që është dashur të fitohet ajo ndeshje. Pastaj nga ajo ndeshje mendoj do të thotë ka rezultuar negativisht ai barazim dhe shortë ndeshja e dytë, për cilën edhe unë ju lutem përqendruar tek ndeshja e parë për ta mbyllur kapitullin me të, për të hyrë më konkretisht, pra nga Amparin për të hyrë nen për nen. Ku u gabua në sulm, në mesfush, apo u gabua thjesht e përzgjedhja e gjuajtësit të penalltisë? Apo tek ndërrimi? Unë mendoj që penalltia është humbet dhe mund ta humbë çdo lojtar penalltin, por mendoj që vendosja taktike në fush në 2 ndeshjet është një vendosje për cilën nuk e kupton asnjë trajner i futbollit profesionist se si ka mundësi që një lojtar i cili ka një kalibër shumë të madh si Monaj mund të luajë në atë pozicion si Vingeri ka i djathtë. Duke ditë që broja do të thotë nuk ka mundësi të luajë Vingeri djathtë, por mund të luajë te pikë pyk. Edhe broja do të thotë zhvendoset në krahun e djathtë si Vinger dhe luan me Monaj në pozicionin e pykës, për cilën e dim që nuk ka një formë momentale. Pastaj do të thotë mos inkuadrimi, mendoj që Ilber Ramadanit në ndeshje, në atë lojë do të thotë ka ndikuar te mesfusha, dhe mendoj do të thotë që në ndeshje sfarisht ndeshja e parë mos aktivizohet Merlin Daku, mos aktivizohet, nëse do me luajt me një sistem të lojës që broja ti të rek kundërshtarin në krahun e djathtë dhe ta fosi Vingeri krahun të djathtë, për shkak shpejtësisë që ka që nifet të loja një kundër ne, atëherë s'dash që Merlin Daku të luftoj në çandrën e sulmit në pozicion e pykës dhe ato të bëhet diferenca ndaj kundërshtarit për të finalizimit. Sidoqë që tjetër mendoj që loja e parë ka qenë një lojë më shumë atë sa kompleksua si trajner, një lojë e cila është luajtur për të kaluar loja mirë, jo për të fituar. Ashtu nuk luhet futboll, apo marr parasysh nuk ka mundësi me respektua s'ka në lojën e futbollit as kundërshtarin që ishte, por as kundërshtar të tjerë, por arsye se ti duhet ta poshtësh futboll, ti argëtosh pikë dhe pastaj do të thotë në fund ti jem korrekt me organizimin dhe gjithçka do të thotë me parametrat e futbollit. Por mendoj që ndeshja e parë gabimi kryesor është vetë vendosja taktike, të skema e lojës, pastaj te penalltia mund të humbet, por një lojtar i cili nuk ka formë optimale në skuadrën e vet, duhet të jesh i kujdesshëm kur të arrish me goditë penalltin, sepse në kontinuitetin ndeshjeve bën që ai me pas formën apo mos me pas formën optimale. Mendoj që këtu ka qenë gabimi të ndeshja e parë. Është justifikim lodhja për atë që ndodhi me Letoninë? Jo, mendoj që unë si trajner prap kur kam pa formacionin jam befasu. Me vetë faktin nuk duhet të thotë asnjë nuk e shoh të mbaj krah dikoj apo dikuj tjetër. Por arsye se na duhet të flasim për kombëtarës, është kombëtare e kombit shqiptarëve, gjithmonë duhet i gëzohemi fitores kombit të kombëtarës tonë, sepse na përfaqësojmë gjithë kombin shqiptar. Prap ndeshjen e dytë bëhet vendosja një taktike në fushë, bëhet gabimi, prap Merlin Daku vendoset në minutën e 80.
dhe mos të aktivizohet kur kemi parë që një lojtar i cili ka formën optimale në kampionatin Rusisë dhe është goleshënu si mund të thënë i dytë mos gabofsha në kampionatin rus. Edhe do të thotë mos të aktivizohet të paktën, okej. Trajneri bën zgjedhjen e vet, por të paktën kur dësh me marrë rezultat pozitiv, nuk bëhet ndrimi minutat e 80. Trajneri duhet bëjë ndrime minutat e 63, minutat e 65 dhe ta ndryshoj skemën e lojës për ta fituar ndeshjen. Kur e pash ndeshjen do të thotë dhe vresha ta minutat bëhet ndrimin e lojtarëve si Melindaku, do të thotë sikur Shqipëria ka hupa atë mendoj atë pjesën e entuziazmit për të kualifikuar matutje, sepse ndeshja dy barazime të cilat i ka marrë Shqipëria mendoj që gjasat janë nul shumë, ne mund të jemi optimist dhe ne dojmë që të kualifikohet Shqipëria, por mendoj që ka humbur Shqipëria 6 pikë, cilat për mendimin tim është dashur të ketë 6 pikë në këto dy ndeshje. Në Lituani e cila unë kisha prezant në kualifikimet e marrëshme kur ishte të Evropianit me Kosovën dhe ishte pikërisht në ndeshje do të thotë live, e shikova ndeshjen dhe do të thotë Kosova fitoi 3-1 me rezultat dhe thash që Shqipëria do ta dërmoj këtë skuadër sepse nuk ka skuadër kualitative Letonia që të bëj ballë Shqipërisë, por mendoj që vendosja taktike edhe pak friga, po mendoj që Selveni është një trajner i mirë, se është ka kualifikuar Shqipërinë evropian, por një trajner i cili është trajner frigacak, për cilin duhet të marrë përgjegjësi më shumë, nuk duhet frikohet, duhet ta sulmoj më shumë kundërshtarin për të marrë rezultat pozitiv. Nuk luhet loja futbollit vetëm në ta posedoj topin e mes fushë, të kërkoj nga lojtarët gjithmonë të jenë të kujdesshëm, për arsye se ti duhet ta sulmosh sportin e kundërshtarit. Mendoj që këtu ka qenë gabimi kryesor që Shqipëria është në këtë gjendje sforashtash. Mendon që entuziazmi ju thatë ka rënë, por edhe shpresat mund të themi që janë shuar apo jo? Na mban akoma matematika në lojë. Në futbollit gjithmonë matematika sot më në lojë duhet me shpesu. Por ta humbësh një ndeshje në Lituani, mos marrësh 3 pikë të plota, dhe mos marrësh 3 pikë të plota në Tiranë, është gjasat janë vështërsu, për arsye se do ta shohim do të thotë na bashkarisht se si do të na pret neve kundërshtari i radhës që kishim në Tiranë. Si do ta pret neve kur të shkojmë ty si musafir. Dhe atëherë do ta kuptojnë atë që gabimi jonë ka qenë se nuk duhet mbrana vija fushës të mikpritet kundërshtari. Edhe nëse ki vëlla, edhe nëse ki tapërm, edhe djalë nëse ki dhe luhin kundër djalit tënd që ki më tapër s'ka ku shkon, nuk duhet të respektohet mbrana vija fushës. Edhe mendoj që ky është gabimi që është respektuar shumë, edhe për shkak të respektit që kanë pas mbrana vija fushës, mendoj do të thotë që do ta ketë vështirë, do zoti që të kualifikohet Shqipëria gjithë kena qenë do të thotë entuziazm për kualifikuar dhe me padurim e kena prit ndeshën që ta mposh Serbinë, edhe ta mposh kundërshtarin e radhës Lituaninë dhe të ecë me hapa matutje, por mendoj që gjërat janë vështirësuar shumë. Pra ju mendoni që përballë Serbisë duhet të ishim si kroatët, por pak më lart, ju më thatë që Kosova e mundi 3-1 Letoninë dhe ju mendua që Shqipëria do ta shkatërronte, do mete një rezultat të bindshëm në këto eliminatore. Por t'ju bëj një pyetje, po nëse do marrim një rast hipotetik në Tiranë, nuk do ishte kombëtare shqiptare, por do ishte 11-shja e pjesës tonë tjetër, Kosovës përballë Serbisë. Si do ta prisni rezultatin? Po të ishte një mes që kombëtarës të krej kufinit edhe ta përfaqësoj Shqipërinë, në ndeshje ju garantoj që nuk ka pas shansa fare me dalë pa më poshtë Serbia në atë stadion. Ju garantoj të thotë që ato i shfrytun ndeshja. Ndoshta gabimi pak, ne dim që respektojnë pak dhe trajnerët të huaje dhe profesorët që vinë nga jashtë, për arsye se jena një kamp i cili një popull që kena vujt shumë dhe kur vjen por gjua huaj na respektojnë më shumë, se sa gjuhën tonë anëtarë dhe sa njerëz tonë që në brenda se ka edhe Shqipëria dhe Kosova ka njerëz të përgatitur profesionalisht që mund ta menaxhojnë mirë më të mirë kombëtarët që dashur të motivojmë në atë ndeshje, është dashur të tregohet që duhet fitohet ajo lojë. Ndoshta në këtë ndeshje shumë pak mund të kryejnë punë pjesa taktike, por arsye se nuk ka taktik në ndeshjen kundër një kundërshtarit çfarë kishim na. Ato duhet luftë, ato duhet fitore, ato duhet angazhim. Edhe mendoj të thotë që ju garantoj që po të kishte qenë në kombëtarë do të thotë ndoshta gabimi Selvenës ka qenë mos aktivizimi në disa lojtarë që vinë pikërisht nga troja shqiptare, do të thotë se gjithë jena vëllezër bashkë, po do të thotë për arsye se e kalumja nuk harrohet letë
nga viset shqiptare do të thotë që kanë vujt më shumë, dhe ata ndryshe ishin sjellën ndeshje, por ndoshta edhe pjesa që ka menaxhmenti i Federatës së Futbollit Shqiptare bashkë me trenerin, bashkë me stafin, në farë forme sa që kanë punu në pjesën psikologjike që lojtarët t'i ulin ritmat, ta ulin atë pjesën e intensitetit me ca kumbrejt ose trajner. Edhe diçka të fundit ju lutem, për ju Silvino duhet vazhdojmë me i bën mirë kësaj kombëtarje apo duhet largohet? Unë mendoj që Slovenia nuk ka shkaja më të kombëtare shqiptare, me këto ndeshje të fundit që ka bërë do të ne mund ta mbajë Shqipëria, por mendoj mos kualifikimi në këtë grup që ka pas, do të thotë sidomos ndeshja me Lituaninë, do të thotë është diçka që nuk mund t'jap më shumë te Shqipëria. Me vetë faktin se Slovenia do të thotë ka qenë ndryshe në Evropian, e dim gjithë që është kualifikuar Shqipëria, por mendoj që në këto kualifikime, nëse do të nuk arrin objektivit që të kualifikohet, pse është e vështirë, Slovenia duhet do të thotë lamtomir kombëtarë shqiptarë dhe kombëtarë shqiptarë duhet mendoj për një selektor i cili do të thotë ka potencial dhe zhënasht me këtë potencial që ka kombëtare shqiptare në për skuadra çfarë luajnë djem të skuadra. Nuk e kishim një kombëtare më herët që kanë luajë djem në për skuadra shumë mira evropiane çfarë kemi sot. Duhet të jem realista dhe nuk duhet të bëhen krahasime të mëhershme me krahasime të tashme, por arsye se dallon shumë. Rodi Batatina, të falenderoj shumë për bisedën dhe për analizën. Faleminderit, respekt për ju dhe për gjithë dëgjuesët e shikuesve juaj.